Altin Rakli e ka parë kualifikimin e Shqipërisë në play-off si arritje historike. Në një intervistë për Panorama Sport, ish sulmuesi kombëtares u shpreh se Silvinho meriton rinovimin, ndërkohë që foli edhe për cilësinë e skuadrës, afrimet e mundshme dhe natyrisht rrugtimin drejt botrorit, ku duket besim plot se mund t'ja dalim. Altin, kombëtarja kualifikohet për herë të parë në play-off. Si e ke parë këtë fullshat eliminatore të kuqezinjve? Që do ishte vështirë nuk diskutohej sepse të gjithë e dinim forcën e Serbisë, aq më tepër forcën që Anglia ka dhe që nuk ka nevojë për koment. Ajo është shumë lart si ekip dhe për mendimin tim dhe Anglia nuk është se me lojna ka bindur, edhe pse pikët i mori të plota dhe nuk posoi gol, por ekipi i madh si duket kur luan me ekipe më të vogla nuk përqendrohet ose nuk jep 100%. Por pa e diskutuar këtë pjesë, vendi i parë dihej që ishte i prenotuar që kur u hodh shorti, gjithmonë fjala ishte për vendin e dytë dhe kishte Serbin kundërshtar direkt. Dhe në qoftë se do të analizoj pak pasin, unë e kam thënë dhe në për intervista ku u hodh shorti atëherë që patjetër ekipet të vazhdos së dytë siç është Serbia janë të vështira, sepse prandaj në vazhdon të dytë janë skuadra të forta, por ne kemi treguar se dim ti mundim dhe e kemi bërë duke mundur Çekin dhe Polonin. Por realisht Serbin nuk e shihja aq të forca në kualifikueset e para kur e kishim në grup për Europianin. Edhe trajneri tyre nuk më binte shumë. Emër i madh, por janë Ballkanas, janë si ne. Siç duket emrat e mëdhenj nuk i marrin shumë seriozisht, a ku e di unë. A më duket sikur kanë më shumë pritshmëri të futbollistët dhe emrat e mëdhenj dhe i mbi vlerësojnë ndonjëherë. E shihja që kishte një handicap të madh mes njëri tjetrit lojtar-trajner. Për këtë arsye mu dukej si një favorizim për ne ky fakt dhe na bëri që të besonim se Serbin mund ta kalonim dhe në fakt ashtu doli. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim të përgjithshëm, zhvilluam 2 ndeshje me Serbin dhe ishim më lart se ata. Në qoftë se marrim kokë më kokë si kundërshtar direkt, ne treguam në ndeshje direkte me njëri tjetrin që ishim më lart se ato dhe merituam vendin e dytë. Pastaj pjesa tjetër dhe ne e bëm gabim rrugës, por fatmirësisht shumë pak dhe kishim Letonin vetëm në transfer të gabim. Në ndeshjet e tjera ne bëm shumë mirë dhe morëm maksimumin që ne mund të merrnim dhe mbetëm me 1 pikë para Serbisë, por që për mendimin tim ishte e merituar. Por gjithsesi duhet të presim sepse nuk ka përfunduar asgjë dhe kemi play-offin tani. Si e parashikon Shqipërinë në play-off? Unë besoj që janë nivel pak më i lartë edhe duke pasur parasysh formën që ka Polonia apo dhe ndeshja tjetër Ukrainë-Suedi. Në fakt, unë e shoh më të fortë Poloninë se sa dyshen tjetër. Do me thënë, ato vinë nga vazhdut e para, por unë Poloninë e shoh më lartë sepse janë një skuadër që janë rritur shumë. Nuk është Polonia si skuadra e viteve të para që jemi përballur në Europian. Janë rritur si skuadër, por kjo nuk na i ul shanset tona, madje mund të them se shanset me Polonin i kemi 50-50. Ndoshta duket e çuditshme, por them se edhe faktori fush mund të na ndihmojë sepse do të luajmë jashtë dhe jo në Tiranë. Për mënyrën se si luajmë ne, si e zhvillojmë lojën, si vendosemi në fushë apo edhe si mund të shënojmë, them që ndeshjet jashtë normalisht janë më atraktive për ne se sa ndeshjet që ne luajmë brenda. Në ndeshjet brenda ne kemi presion, na kapin emocionet dhe rëmbehemi nga tifozeria, por jashtë nuk e kemi presionin, e ka kundërshtari dhe mund të jemi më të lirshëm. Është një ndeshje teke dhe mund ta kalojmë Polonin. Por duhet të kemi parasysh një gjë gjithmonë. Janë disa pika, disa kushte që ne kemi shanse kundër atyre që ne duhet t'i arrijmë, që është fillimisht forma skuadrës dhe shpresoj të jemi të plotë, pa dëmtime dhe pa mungesa. Më pas duhet që të jenë të gjithë në formë të mirë sportive dhe fizike. Në qoftë se ne nuk do i kemi në anën tonë këto 2 faktorë, kam shumë besim se Polonin mund ta godasim dhe brenda. Meqense po flasim për skuadrën, si e ke parë listën? A mendon se ka emra të tjerë që mund të ishin ftuar? Tani mua më vjen në mendje vetëm një emër që e kam thënë gjithmonë që ka qenë alternativ sepse ka kreativitet, ka lojën sulmuese dhe po flas për Ernest Muçin. Muçi është lojtari që duhet të ishte thirrur dhe duhet të ishte besuar më shumë. Pjesa tjetër, të gjithë lojtarët që ne kemi për momentin të gatshëm janë lojtarët më të mirë që kemi dhe besoj se janë thirrur. Duhet të kemi parasysh dhe një gjë. Kur flasim për Mehmetin, po flasim për një lojtar që akoma nuk është provuar mirë me ne. Pra, nuk është se ka dhënë prova, ai nuk ka qenë një lojtar bazë i skuadrës dhe u harrua dhe s'po ftohet më. Unë nuk e shoh kështu. Ai duhet ta grumbullojë patjetër sepse luan në një ligë shumë të fortë, Liga e dytë, Championship-i në Angli është shumë i fortë dhe them se duhet të ishte grumbulluar. Unë nuk them që duhet të vinte dhe të luante patjetër, por të paktën të ishte me skuadrën. Ai po kalon moment të mirë, po tregon ndeshje të mira, po luan shumë mirë dhe natyrisht duhet që të ftohet me skuadrën.
Nuk diskutohet kjo pjesë, por pastaj pjesa a e fut as e fut trajneri, unë kam parë që Silvinho të gjithë lojtarët e rinj që ka marrë i ka aktivizuar. Ai s'ka marrë kurrë lojtarë emër të rinj dhe të mos ju ketë dhënë hapësirë. Ndoshta kjo është arsyeja pse nuk e ka marrë, sepse nuk ka ku ta aktivizoj. Po nga ata që janë aktivizuar, çfarë komenti ke? A ka ndonjë lojtar që të ka befasuar qoftë për mirë apo qoftë dhe për keq? Shiko, unë nuk dua të prononcohem me emra të përveçëm se kush ka bindur apo kush nuk ka bindur, sepse njerëzit të gjithë ato tifozët tonë, njerëzit që merren me futbollin dhe ju gazetarët veti, keni nxjerr ato pikat për secilin nga lojtarët, domethënë notat e secilit lojtar në këto eliminatore. Patjetër që mungesa e formës optimale të Bajramit na ka munguar. Mungesa e formës optimale të Brojës na ka munguar. Pra janë dy forca sulmuese që në raste të caktuara, pavarësisht se nuk kanë pasur minutat e duhura me skuadrat e veta, kur kanë luajtur me ekipin ton kombëtar, kanë treguar që kanë nivel, por nuk janë nga ana psikologjike akoma në formën e tyre më të mirë. Pra, nuk kanë minutat e tyre, nuk kanë moralin e duhur, nuk kanë shënuar me skuadrat e veta dhe kjo i bën gjithmonë ekipin kombëtar të jenë pa shumë moral dhe pa shumë besim te vetja. Pastaj pjesa tjetër nga ekipi, duke filluar nga porta, mbrojtja komplet, të cilët kanë posuar shumë pak gola dhe kjo te ne nuk ndodh shpesh, prandaj mund ta quaj sukses të madh. Mes fusha ka qenë mirë. Unë këtu kam mendimin tim personal që e kam shprehur dhe vjet në kohën që ishte Ramadani, Aslani dhe Laçi, tre që janë lojtarë të tre defensiv, për mendimin tim janë lojtarë në struktura defensive, dhe ti në qoftë se do të fitosh një ndeshje, nuk mund të luash me tre lojtarë defensiv në mesfush. Këtu duhen lojtarë që edhe të krijojnë raste, edhe luajnë afër portës, pra që edhe luajnë vetë, që hyjnë vetë dhe japin pasime golash, apo edhe shënojnë vetë. Unë gjithmonë kam thënë se perfekt për këtë ishte Bajrami ose Muçi. Pastaj erdhi Shehu dhe doli Ramadani që futej gjithmonë si rezervë. Shehu e rregulloi gjithë lojën sepse lojtari ka kreativitet, po prap në lojën sulmuese, në ofensiv nuk është. Domethënë, unë do preferoja një lojtar me këtë lloj formacioni që ai luan 4-2-3-1. Do preferoja që kjo treshja që është si përkatërshes në sulm të ishin ofensiv me Hoxhën mbrojtjen për dhe sulmuesin kryesor. Mungon një që është pas të ti. Unë kështu do luaja me idetë e mia dhe nuk po them që jam më i miri, por kam qenë sulmues vetë. Kanë qenë 2-3 ndeshje që kemi luajtur kështu edhe me Anglinë dhe për 75 minuta ishim superior ne kundër Anglisë. Guxuam dhe bëm pressing lart, prandaj them duhet bërë ky ndryshim sepse ne dim të bëjmë mirë dhe e kemi bërë. Pjesa tjetër play-offit pastaj është për tu parë. Thash, janë disa gjëra që duhet i kemi parasysh, në qoftë se do i kemi këto pika, atëherë kemi shans real. Sepse nuk është Polonia si Spanja, nuk është as Italia, nuk është as Hungaria, madje Hungaria ka skuadër shumë më të mirë se Polonia, megjithatë doli jashtë. Pra, këto janë skuadra të brishta që në momente të caktuara dhe i godet dhe i shënon, i dëmton në çdo moment. Nuk është se janë skuadra që nuk i shënojmë dot gola. Kohët e fundit shumë lojtarë zgjedhin Kosovën, ndërsa Shqipëria nuk ka afrime të reja, madje Bajrami u largua. Pse po ndodh kjo? Ta them unë, shqiptarët e Kosovës që janë më patriot, kjo nuk diskutohet, por ky fenomen ishte edhe para se të krijojë përfaqësuesja Kosovës, sepse lojtarë si Xhaka, Sheqiri, Mehmeti apo të tjerë nuk e zgjodhën Shqipërinë, por vendosen që të luanin për Zvicrën. Për mendimin tim, gjithë këta shqiptarë që janë nga Kosova zgjedhin që të luajnë për vendin e tyre. Natyrisht nuk janë të gjithë njësoj sepse ka edhe lojtarë që nuk e bëjnë dhe qëndrojnë me skuadrën ku ishin në fillim, por pjesa më e madhe janë patriotë dhe duan që të luajnë për Kosovën, siç ishte rasti i lojtarëve të fundit që ikën nga Zvicra për të luajtur me Kosovën, Hajdari apo Avdullahu. Dhe unë mendoj se kjo është shumë e vështirë të bëhet nga një shqiptar i Shqipërisë. Ata nuk e zgjedhin Shqipërinë nëse do të kenë mundësinë të luajnë për një skuadër si Gjermania apo të tjera. Nuk dua të përmend emra të përvetshëm, por ne nuk bëjmë zgjedhje me patriotizëm siç e bëjnë shqiptarët e Kosovës. Donjëherë ne më shumë shohim interesin ton personal. Pastaj është dhe kjo pjesa tjetër sepse lidhen bashkë që sot ekipi i Kosovës me paraqitjet e veta dhe me lojtarët që ka si Rashica, Zhegrova, Aslani, që janë lojtarë që luajnë në klube të mëdha dhe elite. Ky brum lojtarësh ngre pjacën e skuadrës dhe jep tjetër reklam. Tani është dhe play-offi që Kosova do të ketë një shans për në botror me skuadrën që ka dhe kështu ata thonë më mirë po kualifikohem me vendin tim, me gjuhën time, me shtetin tim. Pse jo? Mbi të gjitha mendoj se është dhe shkaku i luftës sepse Kosova e ka vuajtur shumë dhe tani e shohin si obligim për të luajtur. Një pyetje të fundit për Silvinjon. A mendon se duhet të vazhdojë të jetë trajneri i Shqipërisë dhe pa botror?
Shiko, këtë pyetje dua t'ja bëj unë të gjithëve sepse futbolli sot është statistika, shifra dhe rezultate. Duke pasur parasysh që ai trajner neve na kualifikoi në Europian, sepse janë gjëra që mblidhen këto dhe nuk harrohen shpejt. Bëri një vit jo të mirë në UEFA Nations League, por fundi a fundit UEFA Nations League ka zëvendësuar ndeshjet miqësore dhe nuk duhet të merret shumë përpas. Tani kemi play-offin e botrorit që nuk e kishim arritur kurrë. Prandaj them që Silvinho e ka merituar vetë rinovimin e kontratës, pas një diskutim.